Ju njohim me titullit kryesor të gazetave për ditën e sotme e shtunë 6 dhjetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Legalizimet, vendimet e reja, 3.000 familje në listë për të marrë tapit. Merr fund romanca e Hedit, pagesa e majme si shkoi Arilena Ara në kryet e festivalit të RTS-s. Panorama Plus, dasmë mes VIP-ash në Itali, Jori Delli gati ceremoninë me reperin e famshëm. Personazh Princ Leka dhe Blerta më të dashuruar se kurrë, fotot përdore në Tiranë. Dumani takim në Selinë e Eurojust me prokuror të Ballkanit dhe Amerikës Latine, çfarë u diskutua? Lufta ndaj krimit, SPAK nënshkruan në Hag 5 memorandume mirëkuptimi. Masa e sigurisë, vrasja e biznesmenit në Elbasan, çfarë vendosi gjykata për 2 të akuzuarit. Ligji, barazia gjinore hyn në fuqi pa firmën e presidentit. Arti pamor, mes censurës e krijimtarisë, studimi i Gripshit mbi novelën grafike dhe karikaturën. Këto ishin titullat kryesor të gazetës Panorama, do të vijoj më tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i saj: Si u kthye Shqipëria në qendër të industrisë globale të mashtrimit me vlerë 1.2 miliard dollar. Kujtimet e Amerikanit, Fullerton për Ismail Beun e pavarësisë. Studimet e Mojkom Zeqos ja interviste e panjohur e Ismail Qemalit me gazetarët. Kryeministri Edi Rama, 4 fshimi të ardhurave në zonat e mbrojtura përmes modelit unik të menaxhimit elektronik në të gjithë vendin. Profesor Dr. Afrim Krasniqi, në çdo demokraci normale, rregulli politik dhe etik dihet, zyrtari i akuzuar jep dorëheqje dhe përballet me drejtësinë. Analiza aurontare, në Shqipëri ende nuk dihet kush përfiton miliona nga nafta, sa fitohet dhe sa përqindi hyn ekonomisë vendase. Opinion dhe koment nga Çapajev Gjokutaj, populli merret me politik, politikanët me biznes. Një tjetër shkrim nga Kujtim Cakrani, gjyqtarja Gjoka e shantazhueshme pohetohet nga SPAK. Këto ishin titullat kryesor të gazetës Telegraf, eci më tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj: Detaje analizë, skema e re e pensioneve, propozimi i ri, preket formule e llogaritjes së pensionit, rritet mosha dhe hiqen përfitimet suplementare, si do bëhet indeksimi i pensioneve në 2026. Procesi, një gjykat, 2 vendime, Veliajt refuzohet dosja e printuar, Metës i çohen fashikujt në burg. Në brendësi, çfarë është lëvizja Saliani brenda Partisë Demokratike nga Migena Aleksi? Publikimi, dokumentit Trump që shqetëson Europën. Taksa e re e pronës, si dhe sa pritet të ndikojë në xhepat tanë rrisjet dhe fituesit. Gripi sezonal, çfarë është virusi A dhe simptomat e tij. Këshilla virozat, si të mbrohemi nga pneumonia në dimër. Këtu përfundojmë me gazetën Dita për të vijuar më tej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj: Të dielën ora 18, Tirana Partizani ose derbi i metamorfozës. Bardhë blu duan triumfin për të dalë nga kriza, të kuqt kërkojnë të rimarrin kryeqytetin. Botrori i Amerikës, Shqipëria me fat. Dje shorti, kuqezint njohën rivalet nëse kualifikohen në Kupën e Botës. Goglat bujare edhe me përfaqësuesen e Kosovës ja kundërshtarët. Shorti grupet nga Brazilit e Spanja, kush e merr kurorën. Bylis Teuta, Marku paralajmëron Dursakët, Kotobelli synojnë për lart. Flamurtari, nisin spastrimet, largohet ish lojtari i Realit Madridit. Dinamo, Qardaku duhet të fitojmë disa tituj radhazi. Përballja, Elbasani Vllaznia, prova e madhe që vendos kreun. Kategoria e parë, java e 15, derbi i Juglindjes ndes garën për liderin. Dhuna në Fushkruj, disiplina masakron disa futbollistë dhe klubin e Iliris. Verdezint, Besa zgjedh Maganin, hera e 4 si trajner në Kavaj. Këto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.